internuar në Pluk, në Lushnjë. Unë notin e kam mësuar në kanalet e Plukut. Ato kanalet atje? Se vjen verë? Verë e dimër. Sa herë kisha pushime, shkoja ke hallë. Më kam marrë hallë që kam qenë 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë. Atje kam njohur për shembull figura që sot janë edhe publike. Kurt Kolën, ndjes pas kam shih. Po. Kurt ishte në Burg më shumë në sën e kohës, po Ahmet Kolej, vllai i tij, ishte shok i ngushtë me djalin e hallës. Evgjen Merlikën, Eugen. Okej, ne I thoshim Evgjen atëherë. Evgjen. Ashtu e kishte, unë ashtu e kam ditur. Ai di që shkruajnë Eugen. Eugen e shkruajnë tamam, po ne I thrisim Evgjen. Dhe mbaj mend një herë madje kur arrestuan Evgjenin, kam qenë I vogël. Të arrestuan, ha? Po, bëri Burg. Do nipi Mustafa Merlikës. Po ishte tamam nipi, djali I djalit. Edhe kam një kujtim shumë bukur, është pjesë e librit në fakt. Evgjeni binte në sy. Ishte shumë shok me djalin e hallës, me një nga dim të hallës. Ishte në moshatar, po binte në sy për një lloj elegancë, kështu thoshëm. Ç'është ky njeri që ngjan si ata të Tiranës këtu në Pluk. Bile më mirë se sa shumica atyre të Tiranës. Edhe mora vesh ishte se ne nuk e bënim asociimin Mustafa Kruja me Merlika. Si fëmijë, kam qenë 10-12 vjeç. Dhe më pëlqente merrnin në herë të dy me vete si kalama. Si fëmijë. Dhe njëherë nuk e shoh Evgjenin që behar, kështu të mallës. Ku është Evgjeni? Ra Burg, më thonë. Po ç'a bëri ti kështu? Ju mësonte fëmijëve italisht, era shkurt alla. Thashun, po gjithë shokët mi mësojnë italisht kështu në kurse private, pse si futni në Burg atë? Nuk donte të më flisë, e ma bëri kështu më mbylli. Dhe një moment do të ishte ngjarje freskët, vjen një komshie vizitore duke halla dhe po tregonin, po flisnin për këtë temë. Dhe unë përgjoja kështu, ç'a po flasin për Evgjenin se kisha simpati për të, pa e njohur kështu, diferencë moshe në ato. Thotë, kur erdhën këta që bën kontrollin të degës, quheshin, kishim parë një fotografi të Mustafa Kruajës. Aty kuptova lidhjen në mur. Edhe I thotë ai degës I thotë motrës ose mamas, Helena që mamaja siç duket. Nuk e di. Jo, do të jetë motra e Evgjenit. I thotë tregimin e kam të dëgjuar se s'kam parë aty. Po e mbaj mend si fëmijë thotë kush është ky? Mustafa Kruaji, thotë ai është gjyshi. E do ti? Nuk e kam njohur, thotë po ta njihet patjetër do ta doja. Edhe unë mësova guximin. Sinqerisht për mua që shkolla e guximit, se edhe unë kisha gjyshin e pushkatuar, edhe ne kishim fotografi në mur. Sa thoshe këtë? Po nuk do dija si të thosha, po të më pyesnin, se isha fëmijë, nuk si të thosha që e kanë vrarë, se kanë vrarë, vdiq. Ai pati guxim. Ajo, nëse që e motra, po nuk e di mbesa e. Dhe dikush e ka liruar ose e ka ndihmuar Eugen Merlikën, një etus që ai ja di për nder dhe e ka bërë status publik, I cili u bë deputet I Partisë Socialiste Bashkim Saka. Po, Bashkimi nga Skarpari, e di. Po e ka bërë publik falenderimin I vetmi etus thaj që më toleroi dhe më ndihmoi. Sepse kishte në çdo lloj kohe janë njerëzit që I bëjnë gjërat. Pra nuk të bën shkolla. Tani ty I ngarkuar, jo I ngarkuar, po me këtë rrethan që kishe. Vajti në një ndërmend se ishe adoleshent në fund viteve 80 dhe pastaj një I ri që ndryshoi nga të tjerët. Të shkojnë në ndërmendje të bëjë një akt. Po. Çfarë të shkojnë? Ana e thuj. Të miresh ti lexojmë. Jo, librin ja s'na e the librin. Se unë diti ke vajtë në shtëpia Gim Krajkës me Sandri Gjokëll dhe I ka thënë gjoj herë këtë I ka thënë s'është për Shqipëri. I ke plot historira nga këto. Kjo është vërtet, me Sandrin kam pas miqësi të hershme dhe me Krajkën ndjes pas shumë raporte. Një talent që nuk I vjen në Shqipëri. Nga raporte kishim admirim se ishte shumë më I madh. Por kemi vajtur natën që ka marrë çmimin e parë, kemi vajtur një grup, kemi bërë një festë aty në shtëpinë e tij. Dhe ai në fillim u habit si ka mundësi që mes natës ose ishte vonë mbaronte festivalin darkë. Ishin gjimnaz. Te Sami Frashi? Jo, unë kam bërë shkollën e ndërtimit, të mesme në ndërtimit, se nuk shkoja në gjimnaz. Po ishe student në moment apo në shkollë? Jo, isha kthyer nga ushtria. Unë kam bërë 2 vjet shërbim. Ke bërë dhe ushtri. Se shumë njerëz nuk e dinë, unë kam punuar betonist. Libreza ime fillon me betonist. Te ku bëheshin parafabrikatet, këtë 2000 apartamentet. Dhe ditën që kam bërë 18 vjeç. 18 vjeç. Kam filluar një vit, 2 vjet. 2 vjet? 2 vjet ushtar. 4 vjet dhe pastaj doli shkolla? Shkolla më doli në Thënjishin, ka 3 vjet të tjera mbrapa. Mbasi u bë greva urisë të përndjekurve ke Pallati I Sportit Faria Hopi. Po dhe shkove te shtëpia e Krajkës? Ditën që mori çmimin e parë mbas 20 çmimeve të dyta? Pafundi kishte dyta, vetëm dyta. Duket se kishte 16 të dyta. 16. Që festivali 17. Dhe mori çmimin e parë dhe nuk e shikonte festivalin. Jo, ishte shumë I tronditur ai. Ashtu nuk e pa natën e fundit se nuk priste të merrte çmim. Ndërkohë që të gjithë e dinin që ajo ishte kënga më e mirë. Me Motra Libova. Ka pas ai festival, ka pas këngë të tjera të mira, ka qenë Luan Zheku, ka pas një këngë të mirë që janë rikthyer në kohë, që konkurrues vërtet.
Dhe sa kishte filluar edhe kjo, se kishte vdekur Enver Hoxha, Ramiz Alia perceptoi më i butë, të jemi realist. Unë kam qenë rreth gati 20 vjeç në atë kohë. Sa isha kthyer nga Austria, dhe shkuam bashkë me ca miq, dhe u bë një festë shumë e bukur. Krajku e përmendte gjithmonë, e ka përmendur edhe në intervistën. Unë kam pasur nderi dhe privilegjin ta kisha në intervistë dhe theu atë poçën që e kishe marrë në kin ku e kishe marrë andej, e theu unë në mes të shtëpisë. Tani, çfarë akti duhet bëhe? Ma zbukuro këtë intervistë. Njërin do ta them, njërin jo. Ishte një moment që mendova realisht bashkë me atëherë, po them si ka ndodhur. Kam qenë me një shokun tim, Agron Hasanaj, piktor, djalë shumë i talentuar. Bënim atë xhiron Varavingon Bulevard. Edhe fakt frazën e tha ai. Thash nuk shtyhet më çfarë do bëjmë këtu, ky është vendim të mërshëm, diktaturë, njërin tjetrën. Çfarë viti? Do të jetë viti 87. Edhe ky më thot, po jo, si s'doli një njerëz thot që të bëjë një akt si Jan Palach në Çeki. Dhe ishim në komiteti qendror në atë kohë. Ti vej zjarin vetes këtu. Sepse ai, për ata që nuk e din, një student polak, akt të revolte, doqi veten me benzinë, vuri flakën mes të Pragës. Po. Dhe në shenjë proteste kundër pushtimit rus. Dhe vdiqë, dhe këtë bëri dhe një tjetër pastaj. Asaj bën disa, ka vajtur deri në 30 ca numri. Se dia këtë, unë e dija që bërin tjetër. Bën të tjerë, u kthye kështu si një akt siç e bëjnë këta budistët në Kjo tregon maksimumin e sublimimit, që njeriu idealet e veta i do më shumë se jetën e vet. Besimet e veta i do më shumë se jetën e vet. Dhe po thoshte këtë. Edhe thash, dy rruga, o të tentojmë ta ratisemi ose të bëjmë një akt si ky. Çeku. Si Çeku. Këto ishin aktet dhe e kemi menduar dhe biseduar gjatë. Duhet të digje vetëm fat për këtë. Nuk thashë doja të digje. Ose i shoku yt. Shoku tha, duhet bërë një akt. Po ti? Dhe tham, a ja vlen ky akt as ja vlen? Ky ishte diskutimi jon. Jo, kemi ne gjithë natën duke diskutuar që kishe frikë të digje veten? Jo, nuk e mendoja frikën në atë moment, e di çfarë mendoja? Po çfarë? Pse se thosha se bëre? Ti miq se bëre. Tua një histori, po këtu ke Moskatet vite përpara, unë isha i vogël, vari veten dikush. Dhe unë isha fëmijë, më duk gjë e çuditshme. Ai ishte student. Më mbrapa doli që ai vari veten se kishte marrë 9. Po pse ta vari veten njeriu për 9, u marr dhe 6 dhe 7, ka marrë dhe 4. Si u var ka vetja. Po sigurisht. Ai me siguri ka pas një arsye tjetër. Më mbrapa dëgjova që ishte arsye tjetër dhe thash, i thash ti shokut edhe po ta bësh këtë gjë, ti apo unë apo kushdo, do dalin thonë që vari veten se e la dashnoria, se mori 9, po pati krizë nervore, se kishim edhe historinë e Mehmet Sheut. Dinim gjitha këto, dhe thash, nuk e komandojmë dot ne gjën. Ajo në Prag do kishte vdekur, po mos ishin mediat ndërkombëtare, po mos ishte shoqëria çeke që e ktheu në varimin e tij në një manifestim etj. Do ishte harruar. Do thoshin Jan Palach, një student çek me të depresion sipër vrau veten. Se mori 9 apo 8 apo e la e dashura. Pra, e diskutuam si fenomen, jo se do ta bëja unë apo jo, nuk ishte kjo. Po atë tjetrin që thet zota. Tjetri ishte të arratisesh, jo, kjo ishte, tentonim të arratisim. E tjetra the, një do e them pra kjo ishte, njëra ishte. E do arratisesh. Akti dhe njëra. Ti po kredis? Jo, menduam, thjesht, menduam dhe përfundimi ishte që do pasojat që do ketë familje do janë shumë të mëdha dhe ishte një egoizëm shumë i madh të bëje diçka për vete, qoftë edhe për bindje dhe lirinë tënde, po familja do vuante shumë fish. Dhe familja. Nëse larg qof për ai djali vinte edhe nga një familje komuniste, babai ndjes pas se ka pasur oficer. Nëse larg qof do ta bëje këtë akti apo edhe shoku yt, sepse sigurisht nuk do ishte gjë e mirë për jetën tuaj. Ti mendoj që do kishte reagim për mirë nga shoqëria në Tiranë? Këtë nuk kishim siguri, këtë mendonim që a ja vlen një akt i tillë dhe kush mund ta bënte, nuk po them që do ta bënim ne. Po bërja një akt i tillë në Shqipëri mund do të përdori se çdo informacion ishte nën kontroll të plot të shtetit. Pra dhe po ta bënte dikush ta. Ore kur ishte kaq i keq një student më pyeti një herë, ore kur ishte kaq i keq ky Enveri, si se qelloi njëri as me llastik që nuk e qellua tha? Si do i përgjigjesh ti këtij student? Jo, fjala që thotë ai është saktë, ne nuk treguam akt rezistence, pati akte të vogla rezistence individuale. Si mori vesh njëri? Që si mori vesh njëri, sepse mund të ketë pasur njerëz që kanë dashur ta bëjnë këtë gjë. Po jo Xhelal Koprënska ka bërë akt të jashtëzakonshëm. Po këto kanë ndodhur deri në farmase. Deri në vitet 70. Çik më herët biles. Më ndoshta edhe pak më. Po jo, 73 që mos gaboj. Ndodhi diçka, shoqëria shqiptare në po themi viteve 70-80 në numra statistikisht i përkiste brezave të lindur në 44-ën e mbrapa. Ose ai që lindur në 40-ën nuk dinte çfarë ka qenë përpara. Nuk e njihte. Kujtoj një rast me një kushërinë tim, më i madh se unë, diskutonim ka qenë viti 83-84. Çfarë duhet bërë, si rrozohet sistemi?
E ti them unë me naivitetin e një 16-17 vjeçarit, po çfarë bëhet? Ja ta them se rrëzuam. Edhe thash atij duke menduar që ai dinte përgjigjen. Ai nuk është se dinte përgjigjen, po dha një përgjigje super. Çfarë tha? Thamu, e marrim kushtetutën, tha. Dhe çfarë thon këta ndalohet, e ne e bëjmë që lejohet. Pra, do ne ishim në kërkim. Shumë e bukur. Që s'dini më asgjë, po thjesht logjik. Zoti Kadilli, të falenderoj shumë për këtë intervistë me 2 pjesë. Ajo politike, po edhe kjo personale mua më pëlqeu shumë. Dhe të uroj që ta shkruash librin dhe ta botosh, mos e ki dilemën fare. Unë jam ndër të parët, besoj që e mora vesh, dhe ndër të parët që me shumë dëshirë do ta lexoja librin tënd. Faleminderit që ishe në intervistë. Shumë faleminderit për këtë. Ishte kënaqësi edhe për mua vërtet. Ky ishte emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.